Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar ironikisht ndaj opozitës teksa u ndalte konflikti që ka lindur në lindjen e mesme, ndërsa theksoi se Shqipëria nuk rrezikohet nga sulmet. Në podcastin e përjavshëm Të Ti Flasim në Facebook, Rama theksoi se të keqen më të madhe e kemi brenda, burimin e dezinformimit të gënjeshtrave dhe lajmeve të fabrikuara. Ai shtoi se lajmet për sulme në Shqipëri janë prodhuar në mënyrë të papërgjegjshme dhe nuk pasqyrojnë realitetin. Kryeministri nënvizoi gjithashtu se Shqipëria është anëtare e NATO, duke përmendur rastin e Turqisë ku aleanca demonstroi fuqinë duke neutralizuar një raketë. Të keqen më të madhe e kemi brenda, burimin e dezinformimit të gënjeshtrave dhe të dezinformatave, ndryshe nga të tjerët, nuk e kërkojmë gjetk pasi e kemi këtu. Është prodhuar në mënyrë të papërgjegjshme, ku janë krijuar një seri lajmesh për sulme në Shqipëri. Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe NATO demonstroi fuqinë me rastin e Turqisë ku neutralizoi një raketë, po ushqejnë shpresën e kot. Ata po ushqejnë shpresën e kot, siç thonë edhe tironësit, ëndrrën në beze, për të shmangur atë që ata e quajnë regjimi i Edi Ramës, tha Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.